Ushqimi që ndihmon funksionin e penisit pas moshës 60 vjeç. E vërteta shkencore. Pas moshës 60 vjeç, shumë burra vënë re ndryshime në fuqinë seksuale, ereksionin dhe dëshirën intime. Kjo nuk është turp dhe as diçka e pazakontë. Trupi ndryshon me kalimin e viteve, qarkullimi i gjakut ngadalësohet, niveli i testosteronit bie gradualisht dhe enët e gjakut humbasin elasticitetin e tyre. Pikërisht këtu hyn ushqimi si një faktor kyç që mund të ndihmojë ndjeshëm. Duhet theksuar qartë. Nuk ekziston një ushqim magjik që bën mrekulli brenda natës, por ekzistojnë ushqime të provuara shkencërisht që përmirësojnë qarkullimin e gjakut, mbështesin prodhimin e hormoneve mashkullore dhe ruajnë shëndetin e enëve të gjakut, 3 element themelor për një penis funksional edhe pas të 60-ave. Si funksionon ereksioni, shkurt dhe thjesht. Për të kuptuar pse ushqimi ka rëndësi, duhet kuptuar procesi bazë. Ereksioni varet 100% nga qarkullimi i gjakut. Gjaku duhet të hyjë lirshëm në enët e penisit. Enët e gjakut duhet të jenë elastike dhe të pastra. Nervat duhet të jenë të shëndetshme. Testosteroni ndikon drejt për drejt në dëshirë dhe qëndrueshmëri. Me kalimin e moshës, arteriet ngushtohen, kolesteroli rritet, presioni i gjakut dëmton enët, diabeti dhe inflamacioni përkeqësojnë gjendjen. Ushqimi i gabuar e përshpejton këtë rënje. Ushqimi i duhur e ngadalëson dhe shpesh e përmirëson. Ushqimi e rënje që ndihmon fuqinë e penisit pas 60 vjeç. Panxari i ke. Panxari i kuq konsiderohet nga mjekët dhe nutricionistët si një nga ushqimet më të fuqishme për qarkullimin e gjakut, sidomos tek meshkujt mbi 60 vjeç. Pse panxari është kaq i rëndësishëm? Panxari është jashtëzakonisht i pasur me nitrate natyrale, të cilat trupi shndërron në oksid nitrik, oksidi nitrik, zgjeron enët e gjakut, përmirëson rrjedhjen e gjakut, ndihmon ereksionin natyral. Është i njëjti mekanizëm mbi të cilin funksionojnë barnat për ereksion, por në mënyrë natyrale. Studime të shumta kanë treguar se meshkujt që konsumojnë rregullisht ushqime të pasura me nitrate natyrale kanë ereksione më të forta, qëndrueshmëri më të mirë, presion më të ulët të gjakut, shëndet më të mirë kardiovaskular, dhe pa shëndet zemre nuk ka shëndet seksual. Panxari dhe mosha mbi 60 vjeç. Pas të 60-ave, trupi prodhon më pak oksid nitrik. Reagimi i enëve të gjakut është më i ngadaltë. Ereksioni bëhet më i dobët ose më i shkurtër. Panxari kompenson këtë rënje natyrale. Ndihmon enët të hapen më lehtë. Përmirëson reagimin seksual pa stres për zemrën. Kjo është arsyeja pse shumë kardiologë rekomandojnë panxarin jo vetëm për zemrën, por edhe për shëndetin seksual të burrave të moshuar. Si duhet konsumuar panxari për efekt maksimal? Forma më e mirë. I zier lehtë ose në avull. Lëng panxari i përzier me moll ose karrot. Sasia e rekomanduar. Një panxar mesatar në ditë. Një gotë e vogël lëng 150-200 ml, 3-4 herë në javë. Kujdes. Mos e teproni nëse keni probleme me veshkat. Personat me diabet duhet të kontrollojnë sasinë. Gjithmonë pjesë e një diete të balancuar. Efekte të tjera pozitive për burrat mbi 60 vjeç. Panxari nuk ndihmon vetëm penisin. Ai përmirëson energjinë fizike, ndihmon trurin dhe kujtesën, rrit qëndrueshmërinë gjatë ecjes dhe aktivitetit, mbështet mëlçinë dhe detoksifikimin. Kjo do të thotë një trup më i fortë, një funksion seksual më i mirë. Gabimi më i madh që bëjnë burrat pas 60 vjeç. Shumë burra fokusohen vetëm tek ilaçet, neglizhojnë ushqimin, hanë rënd në darkë, konsumojnë shumë sheqer, bukë të bardhë dhe mish të përpunuar. Këto ushqime ngushtojnë enët e gjakut, dëmtojnë ereksionin, rrisin rrezikun e impotencës. Panxari vepron në drejtim të kundërt. Ushqimi i dytë që forcon penisin pas moshës 60 vjeç. Arrat dhe pse janë jetike për burrat e moshuar. Nëse panxari i kuq është qelësi që hap enët e gjakut, arrat janë materiali ndërtues që i mban ato të shëndetshme. Pas moshës 60 vjeç, problemi nuk është vetëm rrjedhja e gjakut, por cilësia e enëve të gjakut, niveli i hormoneve dhe inflamacioni i brendshëm që i dëmton ato në heshtje. Arrat janë një nga ushqimet më të studiuara në botë për shëndetin kardiovaskular dhe seksual të meshkujve mbi 60 vjeç.
Pse arat ndikojnë drejt për drejt në fuqinë e penisit? Arat janë të pasura me omega-3, yndyrna të mira, arginin, aminoacid kyç për ereksionin, antioksidant të fuqishëm. Këta element punojnë së bashku për të përmirësuar elasticitetin e arterieve, rritur prodhimin natyral të oksidit nitrik, ulur inflamacionin kronik, mbështetur prodhimin e testosteronit, përmirësuar cilësinë e spermes dhe ereksionit. Arginina arsyeja pse arat janë ushqim seksual për burrat 60. Arginina është një aminoacid që trupi e përdor për të prodhuar oksid nitrik, i cili zgjeron enët e gjakut, rrit rrjedhjen e gjakut në penis, ndihmon në mbajtjen e ereksionit. Me kalimin e moshës, prodhimi i argininës bie. Trupi reagon më dobët ndaj stimulimit. Ereksioni bëhet i paqëndrueshëm. Arat janë një burim natyral, i sigurt dhe i përditshëm i argininës, omega-3 dhe elasticiteti i enëve të gjakut. Pas moshës 60 vjeç, enët e gjakut ngurtësohen, humbasin elasticitetin, dëmtohen nga kolesteroli dhe sheqeri. Omega-3 që gjendet në ara zbut muret e arterieve, ul kolesterolin e keq LDL, përmirëson presionin e gjakut, ndihmon gjakun të qarkullojë lirshëm drejt penisit. Pa këtë elasticitet, asnjë stimul seksual nuk funksionon si duhet. Arat dhe testosteroni pas 60 vjeç. Testosteroni bie natyrshëm me moshën, por rënja e shpejtë dhe e thellë shpesh lidhet me ushqimin e gabuar. Arat përmbajnë zink, element thelbësor për testosteronin, mbështesin funksionin e testikujve, ndihmojnë balancën hormonale. Studimet tregojnë se meshkujt që konsumojnë rregullisht ara kanë dëshirë seksuale më të qëndrueshme, përjetojnë më pak lodhje seksuale, kanë ereksion më të fortë dhe më afatgjatë. Sa ara duhen konsumuar? Gabimi që bëjnë shumë burra. Gabim, të hash shumë ara. Gabim, ti hash të kripura dhe të përpunuara. Sasia ideale, 5-7 ara në ditë. Të pa përpunuara, të pa kripura. Koha më e mirë, në mëngjes ose paradite. Jo vonë në darkë. Kombinimi fitues, panxar ara. Këto dy ushqime së bashku krijojnë një efekt shumë më të fortë se sa secili veçmas. Panxari hap enët e gjakut. Arat i ushqejnë dhe i mbajnë elastike. Rezultati: rrjedhje më e mirë e gjakut, ereksion më natyral, qëndrueshmëri më e madhe. Ky kombinim është veçanërisht i dobishëm për burrat që kanë presion të lartë, kanë diabet të lehtë, kanë kaluar stres të gjatë, kanë vënë rrënje graduale të fuqisë seksuale. Ushqimi i tretë që e shumëfishon efektin, vaji i ullirit. Pa vaj ulliri cilësor, as panxari dhe as arat nuk japin efektin maksimal. Vaji i ullirit, ulfm, përmirëson qarkullimin, mbron hormonet mashkullore, ndihmon absorbimin e lëndëve ushqyese. Meshkujt mbi 60 vjeç që përdorin rregullisht vaj ulliri kanë më pak probleme ereksioni, kanë zemër më të fortë, kanë energji më të qëndrueshme. Sasia: 1-2 lugë gjelle në ditë. I ftohtë, jo për skuqje të thellë. 3 ushqime që duhet shmangur patjetër pas 60 vjeç. Nëse doni të ruani fuqinë e penisit, këto ushqime janë armiku kryesor. 1. Sheqeri i bardhë. Dëmton enët e gjakut. Ul testosteronin. Rrit inflamacionin. 2. Mishrat e përpunuar, sallam, suxhuk, ngushtojnë arteriet, përkeqësojnë qarkullimin, rrisin rrezikun e impotencës. 3. Bukë e bardhë dhe brumëra, rrisin sheqerin në gjak, dëmtojnë nervat, ulin energjinë seksuale. Një e vërtet që rrallë thuhet, problemet me penisin pas moshës 60 vjeç nuk fillojnë në penis. Ato fillojnë në enët e gjakut, në metabolizëm, në ushqim, në inflamacionin e heshtur. Ndryshimi i dietës shpesh sjell përmirësime reale brenda 4-8 javësh, pa ilaçe dhe pa stres. Çfarë e ke duhet pritur? Mos prisni. Efekt brenda një dite. Rezultat pa ndryshuar stil jetese. Mrekulli pa lëvizje fizike të lehtë. Prisni. Përmirësim gradual. Ereksion më të qëndrueshëm. Dëshirë seksuale më natyrale. Vetbesim më të madh.
Ushqimi i 4 që forcon penisin pas moshës 60 vjeç. Farat e kungullit, sekreti i prostatës dhe ereksionit. Kur flitet për fuqinë seksuale pas moshës 60 vjeç, shumë burra fokusohen vetëm te penisi, por një e vërtetë e madhe shpesh neglizhohet. Pa prostatë të shëndetshme, nuk ka ereksion të fortë dhe të qëndrueshëm. Këtu hyn në lojë farat e kungullit, një ushqim i thjeshtë, i lirë dhe jashtëzakonisht i fuqishëm për meshkujt e moshuar. Pse farat e kungullit janë kaq të rëndësishme pas 60 vjeç? Farat e kungullit janë të pasura me zink, thelbësor për prostatën dhe testosteronin, fitosterole, antioksidant, proteina bimore cilësore. Këta përbërës ulin inflamacionin e prostatës, përmirësojnë rrjedhjen e urinës, mbështesin funksionin erektil, ndikojnë pozitivisht në dëshirën seksuale. Shumë probleme ereksioni pas 60 vjeç lidhen drejt për drejt me prostatë të zmadhuar, ndjesi presioni, urinim të shpesht, inflamacion të heshtur. Farat e kungullit veprojnë në rrënjë të problemit, jo vetëm në simptom. Zinku, minerali i fuqisë mashkullore. Zinku është kritik për prodhimin e testosteronit, shëndetin e spermës, funksionimin e prostatës, reagimin seksual. Pas moshës 60 vjeç, shumë burra kanë mungesë zinku. Absorbimi nga ushqimi bie. Testosteroni bie më shpejt. Farat e kungullit janë një nga burimet më të mira natyrale të zinkut. Vetëm një grusht i vogël në ditë mbulon një pjesë të madhe të nevojës ditore. Si duhen konsumuar farat e kungullit? Të papërpunuara ose të pjekura lehtë. Jo të kripura. Jo të skuqura thellë. Sasia ideale. Një grusht i vogël në ditë 20-30 g. Koha më e mirë. Paradite ose pasdite. Jo vonë në darkë. Mund të shtohen në sallatë, me ara dhe vaj ulliri. Kombinimi i artë për penisin pas 60 vjeç. Kur këto ushqime kombinohen rregullisht, efekti është shumë më i fortë. Panxar, qarkullimi i gjakut, ara, elasticitet, hormone, vaj ulliri, antiinflamator, fara kungulli, prostatë, testosteron. Ky kombinim përmirëson ereksionin natyral, ul nevojën për ilaçe, rrit vetbesimin, mbështet shëndetin e përgjithshëm. Bllokimi psikologjik, armiku i heshtur i ereksionit pas 60 vjeç. Një e vërtet që flitet pak. Truri është organi kryesor seksual. Shumë burra mbi 60 vjeç kanë frikë nga dështimi, krahasojnë veten me rinin, stresohen para marrëdhënies, humbin ereksionin nga ankthi, jo nga trupi. Ky stres ngushton enët e gjakut, bllokon oksidin nitrik, ul dëshirën seksuale. Edhe nëse ushqimi është i duhur, stresi e neutralizon efektin. Çfarë ndihmon realisht psikologjikisht? Marrëdhënie pa presion. Pranimi moshës si fazë, jo si fund. Ritëm më i ngadalt, jo nxitim. Komunikim me partneren. Burri 60 nuk ka nevojë të provojë asgjë. Trupi reagon më mirë kur nuk ndihet i kërcënuar. Lëvizjet fizike të thjeshta që rrisin fuqinë seksuale. Nuk nevojitet palestër. Mjaftojnë. Ecje 30 minuta në ditë. Shtrirje të lehta për legenin. Aktivizimi qarkullimit të gjakut. Ecja. Ul presionin e gjakut. Përmirëson ereksionin. Ul stresin. Rrit testosteronin natyral. Studimet tregojnë se burrat që ecin çdo ditë kanë më pak probleme ereksioni se sa ata që qëndrojnë ulur. Gabimi final që shkatëron çdo përpjekje. Darka e rëndë. Alkooli i tepërt. Ushqimi para gjumit. Mungesa e gjumit. Gjumi është kritik për testosteron, rregullimin hormonal, energjinë seksuale. Pa gjumë të mirë, asnjë ushqim nuk funksionon. E vërteta përfundimtare. Penisi pas moshës 60 vjeç. Nuk është i humbur. Nuk është i prishur. Thjesht kërkon kujdes të ndryshëm. Ushqimi i duhur, qetësia mendore dhe lëvizja e lehtë. Shpesh bëjmë më shumë se sa çdo pilul. Plani 7 ditor për forcimin e penisit pas moshës 60 vjeç, orari ideal, gabime që e prishin gjithçka. Sepse e vërteta është kjo. Trupi i burrit mbi 60 vjeç reagon më mirë ndaj rregullsisë se sa ndaj ekstremeve. Plani ushqimor 7 ditor, i thjesht, realist, i sigurt. Ky plan përmirëson qarkullimin e gjakut,
mbështet testosteronin. ULFM ndihmon ereksionin natyral. Nuk është dietë strikte, është stil jetese. Dita 1. Mëngjes. Kos natyral. 1 lug fara kungulli. 5 ara. Dreka. Peshk i pjekur. Sallat me panxar të zier. Vaj ulliri i ftohtë. Darka. Supë perimesh. Bukë integrale pak. Dita 2. Mëngjes. Vezë e zier. Domate. Vaj ulliri. Dreka. Gjok spule. Perime jeshile. Sallat panxari. Darka. Kos ose djath i lehtë. Dita 3. Mëngjes. Tërshërë. Arë, mjalt pak. Dreka. Fasule ose thjerza. Sallat jeshile. Darka. Peshk i lehtë ose vezë. Dita 4. Mëngjes. Kos. Fara kungulli. Moll. Dreka. Mish viçi i zier. Perime. Darka. Supë ose sallatë. Dita 5. Mëngjes. Bukë integrale. Vaj ulliri. Djath i bardhë. Dreka. Panxar rukola. Darka. Kos ose fruta. Dita 6. Mëngjes. Vezë. Ara. Dreka. Ori i skaf. Perime. Vaj ulliri. Darka. Supë e lehtë. Dita 7. Mëngjes. Kos. Fara kungulli. Ara. Dreka. Mish i zier. Sallat panxari. Darka. Shumë e lehtë ose fare. Orari ideal për funksion seksual të mirë. Mëngjesi 07, 0009, 00. Dreka 12, 0014, 00. Darka, jo më vonë se 18, 30-19, 00. Pse kjo ka rëndësi? Trupi prodhon testosteron më mirë. Gjaku nuk shkon në stomak gjatë natës. Ereksioni i mëngjesit përmirësohet. Gjumi pika e shumë burra e nënvlerësojnë. Pa gjumë, bie testosteroni. Rritet kortizoli, hormoni i stresit. Ereksioni dobësohet. Ideal. 7-8 orë gjumë. Fjetje para orës 23:00. Pa telefon në shtrat. 3 gabimet të rënda pas moshës 60 vjeç. 1. Jam plak, s'ka më rëndësi. Kjo mendësi është armiku R1. 2. Ilaçe pa rregull, ushqim i keq. Asnjë pilul nuk kompenson dietën e gabuar. 3. Alkooli në mbrëmje. E shkatëron ereksionin edhe nëse duket se relakson. Së kohë duhet për të parë ndryshim. 2-3 javë. Më shumë energji. Gjumë më i mirë. 4-6 javë. Ereksion më i qëndrueshëm. Dëshirë më natyrale. 8 javë. Vepsim. Funksion seksual më i qëndrueshëm. Mesazhi final për burrat e 60 vjeç. Penisi nuk plaket vetë. Ai reagon ndaj mënyrës si trajtohet trupi. Ushqimi i duhur, qetësia mendore, gjumi dhe ecja. Janë ilaçi më i fortë dhe më i sigurt. Jem mbi 60 vjeç. Ky ushqim ndikon drejt për drejt në fuqinë e penisit. Ja pse. Shumë burra mbi 60 po e hanë çdo ditë pa e ditur çfarë bën për penisin. Problemet me ereksionin pas 60. Ushqimi që mjekët e rekomandojnë, jo farmacit. E vërteta që nuk thuhet. Ereksioni pas 60 vjeç varet nga kjo në pjatë. Jo Viagra, jo ilaçe. Ushqime që mbështesin fuqinë mashkullore pas 60 vjeç. Hapja e artikullit Hok psikologjik. Shumë burra mbi moshën 60 vjeç mendojnë se rënja e fuqisë seksuale është e pashmangshme. Disa e pranojnë në heshtje, të tjerë drejtohen menjëherë te ilaçet, por mjekët dhe studimet moderne tregojnë diçka ndryshe. Në shumë raste, problemi nuk nis nga penisi, por nga ajo që ham çdo ditë. Funksioni erektil lidhet drejt për drejt me qarkullimin e gjakut, shëndetin e enëve dhe balancën hormonale. Dhe këto ndikohen fuqishëm nga ushqimi, sidomos pas moshës 60 vjeç. Nën titull 1. Ushqimi R1 për enët e gjakut, panxari i kuq arsyeja pse mjekët e quajnë Viagra natyrale. Panxari i kuq është i pasur me nitrate natyrale, të cilat në trup shndërrohen në oksid nitrik, substancë që zgjeron enët e gjakut. Ky është i njëjti mekanizëm biologjik mbi të cilin funksionojnë barnat për ereksion, por në mënyrë natyrale dhe pa rrezik për zemrën. Studimet tregojnë se konsumimi i rregullt i panxarit përmirëson rrjedhjen e gjakut në penis. Ndihmon ereksionin të jetë më i fortë. Ul presionin e gjakut.
sidomos tek meshkujt mbi 60 vjeç, ku prodhimi i oksidit nitrik bie ndjeshëm. Nën titull 2, ushqimi e mban enët e gjakut të reja arat, sekreti i elasticitetit dhe testosteronit. Arat përmbajnë omega 3, arginin dhe zink, 3 element kyç për shëndetin seksual të burrave të moshuar. Arginina ndihmon prodhimin e oksidit nitrik. Omega 3 ruan elasticitetin e arterieve. Zinku mbështet testosteronin. Një grusht i vogël ara në ditë mund të ndikojë më shumë se sa mendohet, veçanërisht në qëndrueshmërinë e ereksionit. Nën titull 3, ushqimi e mbron prostatën, farat e kungullit. Aleati i heshtur i burrave mbi 60 vjeç. Prostata është një nga arsyet kryesore pse shumë burra humbasin fuqinë seksuale me kalimin e moshës. Farat e kungullit janë të pasura me zink dhe fitosterole që ndihmojnë në uljen e inflamacionit të prostatës, përmirësimin e urinimit, mbështetjen e funksionit erektil. Mjekët rekomandojnë një sasi të vogël ditore si pjesë e një diete të balancuar. Nën titull 4, për këtë ushqim, asnjë tjetër ekë funksionon vaji i ullirit, baza e fuqisë mashkullore. Vaji i ullirit cilësor ul inflamacionin kronik, përmirëson shëndetin e enëve të gjakut, ndihmon hormonet mashkullore. Pa yndyrna të mira, trupi nuk prodhon hormone siç duhet dhe kjo ndikon drejt për drejt në dëshirën seksuale. Nën titull 5, ushqimet e shkatërrojnë ereksionin, mjekët paralajmërojnë për këto 3 gabime të shpeshta. Sheqeri i bardhë dëmton enët e gjakut. Mishrat e përpunuar rrisin inflamacionin. Alkooli i tepërt ul testosteronin. Këto ushqime janë armiku kryesor i ereksionit pas 60 vjeç. Nën titull 6, pse stresi e prish gjithçka. Shumë burra kanë trup të aftë, por mendje të tensionuar. Frika nga dështimi dhe presioni psikologjik janë ndër shkaqet kryesore të problemeve seksuale në moshë të pjekur. Qetësia, komunikimi dhe pritshmëritë reale janë po aq të rëndësishme sa ushqimi. Nën titull 7, kërë shihen rezultatet? Ekspertët thonë 2-3 javë energji më e mirë, 4-6 javë ereksion më i qëndrueshëm, 8 javë përmirësim i ndjeshëm, pa ilaçe, pa rrezik. Përfundimi, callë të actioni but. Ereksioni pas moshës 60 vjeç nuk është çështje fati. Ai është rezultati i mënyrës si u shehet trupi, si menaxhohet stresi dhe si respektohet mosha. Nuk bëhet fjalë për të kthyer 30 vjet pas. Bëhet fjalë për të funksionuar mirë, natyrshëm dhe me dinjitet.